Një emigrant i moshës 15 vjeçare nga Shqipëria është lënduar gjatë kohës që ka qenë duke punuar në sanimin e disa dëmeve të shkaktuara nga moti i ligë i një dite më parë, të një objekt në afërsitë të stadiumit të qytetit. Sipas të dhënave të policisë, në kohën që i mituri ka qenë në shërbim të detyrës, në rrethana të panjohura deri më tani bie një tull në kokë dhe e lëndon atë deri në pavetdije. Djaloshi është dërguar me urgjencë në spitalin e Gostivarit dhe më pas në klinikat e Shkupit. Policia po heton arsyet e këtij lëndimi. Dje rreth orës 15 në njësinë urgjente të spitalit të Gostivarit është sjellur një shtetas i Shqipërisë i moshës 15 vjeçare me lëndime të rënda në kokë, të cilat i ka marrë gjatë angazhimit të tij në punë tek një objekt në afërsi të sallës sportive në Gostivar. Nga stacioni policor në Gostivar bëjnë të ditur se në rrethana të pakonfirmuara dhe nga arsye të panjohura deri më tani, ndërkohë që 15 vjeçari bashkë me punëtorë tjerë ka qenë duke sanuar disa dëmtime të shkaktuara nga moti i ligë i një dite më parë, i bie një tull në kokë. I mituri në momente humb vetëdijen dhe pas asistencës mjekësore në spitalin e Gostivarit është dërguar në klinikat e Shkupit. Në vendin e ngjarjes është kryer inspektim dhe po hulumtohen të gjitha rrethanat që kanë të bëjnë me rastin. Ndryshe nga fillimi i vitit e deri më tani në regionin më të gjerë të Pollogut ka ndodhur 16 fatkeqësi në punë, ndërsa në 2 raste epilogu ka qenë fatal. Konkretisht në Gostivar, një rast i ngjajshëm me këtë të sodit është kur një i mitur i moshës 11 vjeçare u lëndua në punë në ndërkohë që po punonte tek një automekanik i qytetit. Nëse merret parasysh se gjatë vitit të kaluar ndodhen gjithsej 26 lëndime në punë, brenda këtij viti vërehet një ulje e këtij numri që jep sinjalin se punëdhënësit kanë rritur interesimin për sigurinë e punëtorëve. Kjo pasi që rastet me përfundime tragjike sensibilizuan jo vetëm punëdhënësit, por edhe punëtorët, të cilët tani më në të shumtën e rasteve nuk paraqiten për çdo lloj pune, por thjesht për atë që dinë dhe kanë mundësi ta bëjnë. Nga sektori i punëve të brendshme Tetov njoftojnë se arsyet më të shpeshta që çojnë drejt këtyre ngjarjeve janë pa kujdesi e punëtorëve në punë, mos përgatitje adekuate për punën e caktuar dhe mungesa e pajisjeve mbrojtëse si mjete të domosdoshme për të kryer veprimtari të ndryshme. Pjesa më e madhe e këtyre rasteve ka ndodhur në sektorin e ndërtimtarisë, të cilat sektori i punëve të brendshme i ka evidentuar me raporte të veçanta dhe të njëjtat më pas i ka dorëzuar edhe tek prokurori publik i qytetit përkatës. Ndryshe, ligji për siguri dhe shëndet në punë në Republikën e Maqedonisë është miratuar në vitin 2007, ndërsa zbatim ka gjetur shumë pak. Në kuadër të kësaj janë organizuar projekte të ndryshme për trajnimin e personave përgjegjës për sigurinë në kompanitë ndërtimore. Në bazë të analizave të bëra, kompanitë në Pollog gjatë realizimit të punëve nuk kanë të angazhuar persona adekuat për sigurinë të punëtorëve gjatë procesit të punëve ndërtimore në objekte të ndryshme, edhe pse këtë e kanë obligim ligjor.